E kishim e të dëgjuar, por asnjëherë të provuar. Mjek kirurg që harroi në barkun e pacientëve objekte që përdorin për operacionin. Ja që ndodh vërtet. Dhe kjo zonjë 66 vjeçe është protagonistja e një papërgjegjshmërie që për pak i mori jetën. Kisha një shqetësim, më bon vizitën dhe më thanë që ke dhjamsin. Edhe pastaj më bon një gjelper qetësuese dhe më thanë hik në shtëpi. Një praktikë e parë e zakonshme e mjekëve, të cilët si shumë raste të ngjashme të përcjellin në shtëpi me vetëm një injeksion. Por që për zonjën u kthye në një problem serioz pa kaluar as 24 orë. Erdha në shtëpi, mas një ditë prap shkova në urgjencë. Kishte dhimbje prap, natën ishte. Ato më thanë që dështrohesh. Pra shkove prap në urgjencë. Po, dështrohesh, më shtruan, atë natë që shkova, bon operim. Një ndërhyrje që mëngjas duhet të ishte kryer që natën e parë, ku ajo u paraqit pranë urgjencës së qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Sidoqoftë, ky është një detaj që nuk ndikon as pak në rrjedhën e kësaj historie. Me vonesë ose jo, mjekët të bëjnë detyrën e tyre, duke e shtruar 66 vjeçaren më datë 18 nëntor 2025 për ta operuar, po atë ditë ndërhyrja kishte për qëllim heqjen e dhjamsit, i cili ndodhej poshtë barkut të pacientes. Si ishte gjendja kur dole nga operacion? Mirë ishte gjendja, kur dola. Kishte shqetësime? Jo, nuk isha shqetësime. Nejta 3 ditë atje në spital, pas spitalit pastaj nxorën. Kush mjek të operoi? Për Denis Godaj. E vërtetuar edhe nga kjo fletdalje QSUNT-s, që mban datën 20 nëntor 2025, e firmosur nga mjeku në fjalë, i cili sipas protokollit jep rekomandimet e tij, siç është mjekimi ambulator i plagës, rikontroll sipas nevojës dhe evitimi peshave mbi 5 kg. Kur dolën nga spitali, kisha ato kullimet, mirë ishte gjendja. Tha doktorit, për çdo gjë të komunikosh ta. Njëkohësisht me zbatimin e rekomandimeve, në ditët pas ndërhyrjes, zonja mban komunikim të vazhdueshëm me mjekun Godaj, duke marrë orientime për vazhdimin e kurës. Por 2 javë më pas, gjendja e pacientes ndryshon. Si hoqe pej nuk u mbyll të plaga. Kështu dhimbje kishe, po thash po, se operimet kanë dhimbje edhe avash do të më kaloj. Masi hoqja pejt, plaga nuk u mbyllte. Mikra u mbyll, mikra s'u mbyll. Ndërkohë, me këtë situatë kalojnë edhe 2 javë të tjera. Edhe meshë doktorin pastaj unë masi muj, kështu që. O doktor, nuk ndjeje mirë të shumë qarë. Po mirë thash ata bëj një eko më doktor, se unë nuk ndjeje mirë. Më boja ata këtë masio. E bona eko në privat, shkova ja çova. Edhe ajo tha s'po të shoh mirë, ajo eko. Edhe ditë pastaj më tha vish tona ta mota që të shtrashë, nuk ishte qenë. Me një gjendje shëndetësore të përkeqësuar, 66 vjeçaria kthehet në spital më datë 29 dhjetor 2025 me spazma të forta dhe të vazhdueshme të barkut që nga mjeku u klasifikuan si kolik abdominale. Dhe për këtë u përgatit më njëherë salla. Bona prap operim. Pse të bëri prap operim? Sa që kishte diçka që nuk shkonte? Më sa do bësh prap operim tha. Arsyeja? Tash i bona ekon, pa ekon analizat i boni gjitha. Doli diçka te eko? Jo, vësa tha do të bësh operim tha. Nuk da sqarim. Jo, bënë operim prap. Pas 3 ditë me 31 dhjetori u dole nga spitali. Një vit i ri, i festuar mes dyrëve të spitalit e shtëpisë, prapun me këta tubat, se me këto dorishës do kollonte plaga. Por këtë herë, me shpresë se gjendja shëndetësore do t'i merrte për mirë. Gjë që fatkeqësisht nuk ndodh. Masi muj, unë prap vazhdosha me këta. Su ndjesha mirë, shkojsha doktor të thoshun shkive plaga se nuk ndjehe mirë. Nuk u mbyta, nuk u ndjesha mirë. Kato bomnat më thonte më derisa të bëhet gjaku, se lëng që shije, atëherë do të hiqet kjo. Dhe po mirë doktor thash më, prit se po bëhet. Të nit me në shpresë. Një shpresë që nis të venitet, sepse gjendja vetëm sa përkeqësohej, duke e vënë në dyshime atë dhe familjarët se mund të kishte diçka më të rëndë se sa diagnoza fillestare. Kur shkova unë thash, doktor, unë prapë s'jam mirë, thash doktor. Ja tha më thon drejt, ne s'kin aparatura këtu në spital, tha, aspirator që të pastronte gamën. Po unë njoh një tha që atë privat tha, i tha. Edhe po deshe ti më tha mu, thash nuk ka po deshe doktor, unë të kam marrë, thash të bëhe mirë, se unë nuk jam mirë. Ta po deshe ta marrë në telefon, t'jep numrin e telefonit, ta të vjere në shtëpi. Thash mirë, faleminderit, thash që po më ndihmo. Pas 2 ndërhyrjeve dhe garancisë që gjithçka kishte shkuar mirë, thuajse 3 muaj nga nisja e këtij kalvari, 66 vjeçares i duhet të marrë një trajtim shtesë tek privati. Kësaj radhe, për shkak të mungesës së aparaturës në spitalin shtetëror. Erdhi që atë natë neta 2 javë me atë pastaj ky vinte mjekonte. Po kishe përmirësim? Si lloj përmirësimi? Fare. Punë me timë thosh ose po bëhem më mirë, se gjithmonë njeriu ku ka shpresë thon ose po bëhem më mirë. Sa kishe dhimbje, ishte tutur. E tutur, mesh atë zorrën, kështu visha vërdas thon do lëvizësh në për shtëpi. Bosha garet me zor, më thon drejtën. Në këtë kushte, kur situata shëndetësore e zonjës
nuk po ndryshonte prej muajsh, familjarët e saj marrin një vendim. Mas 2 javësh më preu goca bilet, më pam pyet. Urgjent, mami tha të mvesh këto, ta se nuk po të shoh mirë ka zërin thonë. Dhe ku shkove? Në Francë. Aty ku vajza e zonjës ishte rezidente prej vitesh. Aty pastaj ajo thirri doktorin e mori urgjent në shtëpi dhe ai kur kompakt tubat u habiti herë. Ishte dal ka fashat, kishte dal ai, më fal për shprehjen, ai çelbi. Lujti kokën kështu ai si që ka bë. Aty i tha gocës urgjent në spital tha. Aty pastaj më shtroi gocën në spital. Sipas dokumentacionit, pacienti është paraqitur në spitalin SOS Medicines për vlerësim të dhimbjeve të barkut që kanë evoluar nga operacioni i kryer në Shqipëri. Diagnoza fillestare, dhimbje të vazhdueshme barku, rritje progresive e sekrecioneve purulente nga drenazhi dhe episode të përditshme febrile me temperaturë 38. Por ajo që do ndoste më pas, do t'i linte të gjithë pa fjalë. Ato u habitën gjithë me ato, me atë plag, se e pan u habitën gjithë. Edhe më bon analizat e gjitha, i bon vendem shtrun, bon operim, edhe vazhdun. E u habitën së qetën ato fashet e qelëzume në bargu, kur e kujtoj nuk... Pra tani Unë ishe vdekur, kur shtrova... Ishte operimi gabuar, ishte metode gabuar, çfarë ishte? Ato nuk e dion. Ato gjetën fashët e qelëzuara më. Gjë që vërtetohet nga këto dokumenta në spitalin francez, në të cilin thuhet se mjeku ka konstatuar në sallën e operacionit zbulimin e një tekstilome ose kompres kirurgjikale e harruar brenda një abscesi paretial. Tani than gocët kështu tha, mi kena gjetë fashët e qelëzuara në bark, kishte një të rrjeti, kishte një me zorë trash. O, tha mami jote, i than gocës, mami jote s'paskat maruta, këto tha që paska bark tha. E një kjo tha, doktor tha boni që mas për mami, se më qytë në vdekur, se më këshin nona sa nes këtej. Mami jote s'paska maru, tha, bark tha për pastrimin, tha që paska tha. I tha të lutëm, doktor tha, çdo gjë që të ketë mami, tha ju të tha mi boni gjitha, tha mos me lini asi gjon, vetëm mamin ta kemë gjallë. Ta qëndrove në spitali atje? Kam qëndruar 1 muaj po, edhe ma lem plagën hapur ato. 2 javë plaga ime kanë të hapur vetëm të bë pastrimin në bark. Kaloi 1 muaj atje, u stabilizove. Po, 1 muaj atje, edhe shqyr zotit ata, i thejmë aty në i thejna mjekun. Ata shofi njeriun për ta shpëtu, kurse neve dun të na vdesin. Tashmë për 66 vjeçaren, ajo çfarë ka ndodhur i përket së shkuarës, 6 muaj pas nisjes së eksperiencës më të tmerrshme të jetës, ajo ka rigjetur qetësinë dhe kryen pa asnjë problem aktivitetin e përditshëm fizik, ndërkohë që familjarët e saj kanë marrë një vendim. Unë di që vajza jote ka ndjekur disa hapa ligjore, apo jo? I merrëm telefon në gocë, su përgjigj asnjë. As spitali, as Ministria e Shëndetësisë, as ambasad, as nuk i përgjigje. I vetmi institucion që kthen përgjigje është Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, i cili thotë: Ju informojmë se mes shtetit shqiptar dhe atij francez nuk ka një marrëveshje në fuqi e cila do të mbulojë sigurimin shëndetësor. Shkurt e shqip të vrasim dhe këtë e bëjmë gratis. Nëse një spital i huaj ndërhyn dhe të shpëton, kjo është punë për ta. Për gjithë ato që ke kaluar, ne nuk është se na ndjen shumë. Era shtet. Kur isha atje, e mora në telefon, edhe i thash doktor, se më pyeti si je, edhe thash faleminderit shumë për interesimin që jetu. Më thonë tash, por tash unë tash jam në Francë, tash jam shtru në spital. Thash edhe, por thash unë prita tash më po mirë atje, tash për Çfarë ta? edhe asnjë lloj përgjigje nuk më ktheu, me thon drejtën. Të Denisi, mirëmëngjes, Luela nga emisioni Piranja. A është e zakonshme në punën tuaj të harroni fashët e një pacienti brenda bark teksa kryeni operacion? Jo, sigurisht jo. Bëhet fjalë për zonjën Dedusi, të cilit ju i keni harruar fashët. Zonja ka shkuar në Francë për të kuruar dhe spitali francez kanë nxjerrë që gjatë operimit i ka gjetur fashët në bark. Ju ndodh shpesh të harroni të bëni të tilla gafe? Ky është një pretendim që është ngritur në Francë, përveç letrave nga familjarët nuk kam asnjë lloj konfirmimi tjetër nga kjo gjë. Ndoshta këtu, doktori po thotë të vërtetën, sepse familjarët e zonjës e kanë ndjekur institucionalisht këtë skandal dhe duhet të ishin institucionet përgjegjëse që duhet ta njoftonin për hapat ligjor që po ndërmerreshin. Sidoqoftë,
në mënyrë private, ai ka qenë i informuar për dëmin e shkaktuar. Po di këtë si gjë, se ma ka çuar pacientja me mesazh. Mbani ju përgjegjësi për këtë, sepse keni qenë ju mjeku që keni bërë ndërhyrjen. Çfarë përgjigje do të jepsha? Operacioni është bërë nga unë dhe nga kolegët të tjerë të mi, bashkë. Ju nuk mbani përgjegjësinë që për shkak të kësaj zonja sot që flasim nuk do ishte gjallë. Kjo është gjithmonë një fatkeqësi e madhe, si për zonjën edhe për ne. Asnjë nga ne nuk ka asnjë dëshirë që të ndodhin gjëra të këtij lloji. Fatkeqësisht jam pjesë e punës tonë. Zonja ndjenin tim është operuar në urgjencë. Në të dy rastet unë kam operuar, por ka qenë operacion urgjencë, domethënë ka qenë operacion. Por kjo nuk e shbën faktin që është harruar një fashë brenda në barkë. Fatkeqësisht janë gjëra që ndodhin dhe ne sigurisht na vjen shumë keq për këtë gjë. Askush nuk e mohon që janë gjëra që ndodhin, por nëse ndodhin, dikush mban përgjegjësi. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për përgjegjësi morale, sepse zonja dhe familjarët e saj janë zhytur në borxhe për të paguar në spitalin francez, aty ku jeta e saj ishte vërtet në rrezik. Sepse janë harxuar goxha para që ndoshta shteti shqiptar duhet t'i jepte mjekimin këtu dhe nuk ishte pse paguante para në një shtat të huaj. Ne kemi ofruar gjithçka që mund t'i bënim për zonjën, domethënë zonja nuk është lënë asnjëherë vetëm. Gjëra e fundit ka qenë që ju i keni thënë, ne na mungojnë pajisjet në spital, të lutem drejtohet tek një individ privat që ka marrë sërish kurimin në shtëpi, po privatisht. Po, kjo është e vërtetë. Ne kemi dhënë Dejes gjithë suportin që mund t'i jepja unë. Në momentin që unë s'kisha më mundësi ta ndihmoj, ai thashë që s'kemi më mundësi ta ndihmoj. Dhe aty, pacienti është lënë në mëshirë të fatit, ndaj u deshën francezët që t'ia shpëtojnë jetën. Si u ndjet kur tha pacientja, o doktor, më kanë harruar fashët brenda në barë? Jashtëzakonisht keq. Po, një mesazh nuk ja bët. Një ndjesë nuk ja bët. Një kërkesë falje nuk ja bët. Deja në këtë moment është në Shqipëri dhe gëzon shëndet të plot fal spitalit francez. Patjetër. Një shërbim që mund ta merrte këtu në Shqipëri pa paguar asgjë. Mund ta merrte patjetër, por që ne Mund ta merrte, por për shkak të neglizhencës tuaj nuk e mori dhe u detyruat të shkojë në Francë për të shpëtuar jetën. Unë kërkoj falje zonjës edhe të gjithë njerëzve që janë shqetësuar nga kjo gjë. Është pa diskutim përgjegjësia jonë kjo gjë. Nuk ka asnjë diskutim. Mjeku kirurg kërkoi ndjesë publike, ndaj të paktën moralisht me miratimin e zonjës dhe familjarëve, gjërat mund të mbyllen këtu. Ndërkohë nga ana ligjore, për ta nis një betejë e pabarabartë me institucionet shtetërore, Që me cinizëm kanë refuzuar çdo formë bashkëpunimi për të dëmshpërblyer zonjën, e cila brenda këtyre institucioneve pa vdekjen me sy.